Lëvizja Vetëvendosje në Gjakov ka organizuar konferencë për media ku temë diskutimi ishte uzurpimi sipas tyre i pronave të komunës së Gjakovës. Sot në shekullin e 21 ti mohohet dikuje drejta e servitutit, ti pengohet lëvizja e lirë në qytetin e tij. Hyrja dhe dalja nga shtëpia e tij, të lëvizin lirisht nga pronat e tyre, është jo vetëm absurd dhe shkelje flagrante e lirive dhe të drejtave të njerëzit, por shumë më shumë se kaq. Kjo e tregon anarkinë të cilën ndodhet komuna e Gjakovës sot. Kjo dëshmon se ligji nuk respektohet, se pushteti nuk brengoset për qytetarët e tij. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe vet Agim Shllaku, i cili spjegoi se 4 familje po e kanë të vështirë të dalin nga shtëpitë për shkak të rrethimit të pronës para shtëpisë së tij. Gjugji neve nuk na jep kur gjë se çka më bë. Thotë kjo është tokë e komunës. U kthy një herë në komunë prap, u kthy prap anë komuna s'ka marr. Kemi në prokurori letra, kemi të gjykatës jatria. Komunës i kemë prej kryetarit, 2 kryetarit, Agim Kocit, juristit, të inspektorave dhe urbanizmit. Unë jam në Gujon, kjerët zgudzojnë me levrit. Milicia ka njarë të premten, kush i ka tërgu shka orë, unë të dalë, unë kanë po, tha, kune kjo vend, tha shpijat e mija, kush e ka, tha shqet mija i ku është qëtu ishtë, sa i rathej. Vetëvendosje do të angazhohet që në këto raste dhe të tjera të gjejë zgjidhje ashtu siç duhet, u tha mes tjerash.